Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Rrëfimi i tronditës, Grida Duma flet për Egli Takon. Në emisionin e saj të fundit, Grida Duma ka trajtuar çështjen e shëndetit mendor, duke veçuar rrëfimin e Egli Takos për përjetimin e saj me atak panikun gjatë pjesëmarrjes së saj në Big. Grida ndër të tjera ka theksuar se vendimi i Eglit për të ndarë historinë e saj dhe për të qenë e sinqertë në një reality show është një veprim që meriton vlerësim. Një nga personazhet e këtij Bigu që ka tërhequr vëmendjen deri në nivele të larta të reagimeve, Egli Tako është kthyer në një kauzë të vet që shkon shumë kur personi është i vërtet. Vijon të jetë i vërtet, është forcë absolute ajo që në publik ta bësh këtë, që shkon në kundërshtim me pamjet e para sepse ti shikon një vajzë që është e palestruar dhe është publike edhe më parë. Ishin fjalët e Dumës. Gjatë qëndrimit të saj, Egli tregoi disa mënyra se si përpiqej ta lehtësonte dhe ta përballonte problemet që kishte me shëndetin mendor.